OSB-i bën apel partive politike parlamentare që të rifillojnë punën në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Bllokimi i këtij organizmi parlamentar dhe djegja fateve të përcaktuara në kalendarin e punimeve ishte mbajtur shënim nga prezenca në Tiranë, ku gjatë një aktiviteti me të rinj në kuadër të ditës botërore të zgjedhjeve, ambasadori Taran shfrytëzoi rastin për t'ia rikujtuar aktorëve rëndësinë e këtij procesi. Këtu mbështesim edhe këtu bashkëpunojmë dhe sigurisht që enkurajojmë punën e Komisionit ad hoc, Komisionit për reformën e zgjedhjeve, që shpresojmë shpejt do të rifilloj punën e saj, sepse puna e saj është një punë shumë e rëndësishme, sepse ka një problem, ka disa problem të lidhura me ligjin e zgjedhjeve që nuk është akoma sipas nesh duhet të jetë, dhe kjo është një rekomandim që bëhet nga mision të vëzhgimit të dirë çdo herë. Shkaki i bllokimit të komisionit është bërë konflikti ndërmjet mazhorancës dhe opozitës, por për ambasadorin, rekomandimet e ODIHR duhet të prevalojnë mbi ndasitë politike. Dhe kësaj herë unë kam përshtypje që mesazhin e ODIHR-it e kanë dëgjuar. Më duket që partitë politike të ndryshme, dhe sigurisht nuk hym në asnjë mënyrë në debatin politike, këtu jemi absolutisht neutral, nuk është roli ynë. Por flas unë për gjithë partitë politike që janë të përfaqësuar në parlament, dhe kemi përshtypje që të gjithë janë dakord që ky ligj, reforma e ligjit është e nevojshme dhe do të ndihmojmë për të përmirësuar, për të punuar me këtë. Sipas afateve të miratura në Komisionin e Posaçëm Parlamentar, deri në muajin shkurt duhet të trajtohen çështje që lidhen me regjistrimin e partive, zonat zgjedhore, numrin e mandateve dhe ndryshimet e nevojshme për votimin nga jashtë vendit, por që zyrtarisht asnjë amendament nuk është hedhur në letër.